Rikthehemi në Top Talk në të pjesë të dytë, diskutojmë për turizmin. Kur ikën sezoni veror, sikur zhvendoset për mirë vëmendja nga plazhet që duken sikur janë gjithçka çfarë ofron Shqipëria në periudhën e verës. Dalin në pa ato ofertat veçanta turistike dhe pikërisht për këto diskutojmë edhe me Flora Xhemani Babën, eksperte për turizmin, kryedaktore e Travel Balkans Magazine. Ka bërë shumë përshtypje në TripAdvisor, në faqet të tjera, tani këto turizmi i eksperiencave, të gatuash diçka, të mësosh se si bëhet një produkt autentik shqiptar, një poçe balte apo edhe piktur, janë vërtet më të shpeshta tani apo thjesht është ky efekti që kanë punë edhe ndimër? Jo, janë një proces në zhvillim, fatmirësisht me një trajektore rritëse pozitive, po shpeshtohen operatorët që i ofrojnë këto ture përvojash, kudo në për Shqipëri, dhe turistët janë gjithmonë e më të interesuar, por me sa janë futur edhe kam parë edhe trendet e 2026-ës në botë, sepse ka vite që turizmi masiv nuk po reklamohet më, pra po shkojnë drejt turizmit të përvojave, hoteleve të vogla intime, ku njeriu ndjehet si në shtëpi, ku të preta e zonja e bujtinës, me përparse, të flet në emër, të zgjon mundësisht e dera, pra i bie derës ose ziles. Do me thënë, përvojat po shkojnë drejt pothuajse personalizimit dhe drejt kësaj përvoje po shkon te Shqipëria që fatmirësisht ka një potencial jashtëzakonisht madh se duke qenë se në një hapësirë gjeografike të vogël, ti ke mundësi të shijosh disa përvoja të ndryshme brenda një dite. Ky është një plus shumë i madh për ne, edhe pse na mungon infrastruktura. Pra edhe pse, për shembull, ku diun, në një qytet si Tirana, Elbasani, Lushnja, Fieri, në pellgun e Shqipërisë mesme, ti shikon 10 zona të ndryshme etnografike, që do të thotë shoqëruar me zakonet përkatëse, janë 10 përvoja të ndryshme që ti mund t'i bësh për 2 ose 3 ditë nëse je i etur dhe nëse nuk e ka. Domethënë ti shkon në Elbasan dhe provon tavën e Elbasanit, ti shkon Kavaj dhe provon byrekun me qumësht. Ti vjen në Tiranë dhe provon tavën e Dheut, për shembull, forgesën tironce. Ti shkon në Fier dhe provon bibën me oriz. Ti ke disa përvoja të ndryshme brenda një rrezeje të shkurtër kilometrash, dhe kjo është një gjë që turisti e do shumë. Është i gatshëm që të paguaj për këtë gjë, pra kemi ato që quhen sot cooking class, dhe që pra klasa gatimi, ku ti jo vetëm që si me thënë, do paguash për atë që do hash, po ti paguan edhe për ta gatuar atë. Do me thënë, ti paguan për ta gatuar, paguan dhe për ta ngrënë, ndërkohë që nuk do duhet ishte kështu. Por ata janë gati, se e din që ti po blen përvojën, janë gati ti paguajnë të gjitha këto vetëm të kenë këto përvoja. Për shembull, Berati, tashmë është, le të themi, Berati dhe Gjirokastra po kalojnë si lider të këtyre lloj iniciativave ose nismave, por edhe Shkodra nuk ngelet mbrapa, ne po përpiqemi, do të thonë, edhe ne si revistë ose si një kompleks shërbimesh në menaxhimin e turizmit, po përpiqemi t'i japim përvojën tonë. Për shembull, kemi ideuar turin Kavalion, i cili është një përzierje mes atyre poçeve të Baltës që përmendë ti, pra të shkosh në Kavaj. Turi Kavalion i përket Kavajës. Ti do takosh një poçar të vjetër i cili ka 5 breza që bën poçe. Ti do mësosh si bëhen poçet. Pastaj do shkosh të vizitosh kishën e Çetës, e cila është kisha e vetme romano-gotike në Ballkan. Ti do shkosh të vizitosh në Shqipëri, më fal. Do shkosh të vizitosh Kalan e Bashtovës, që është kala e vetme fushore në Ballkan. Do vizitosh një muze etnografik brenda një qytet në Kavaj që nuk e di njeri që ekziston. Kavaja për shembull ka 1 milion turistë në Bregdet dhe 0 turistë që vizitojnë qytetin brenda, i cili është një thesar i pazbuluar. Po si bëhet kjo? Bëhet me ato zyrat e informacionit turistik që folëm, pra po t'jetë një DMO, një organizatë e menaxhimit të destinacionit në qytet, e cila jo vetëm t'japi informacionin, po dhe ta çojë turistin atje, pra të ketë instrumentat e duhura për të thirrur guidën, për ta kapur përveshi, edhe për t'ia dhënë turistët me vete që t'i çojnë pra te kisha e Çetës, tek xhamia e Kavajës, tek ulla e Sahatit, te muzeu e Merad, dhe ai të ketë një përvojë e cila është vetëm 5 kilometra larg destinacionit ku ai po qëndron, që është plazhi i Kavajës. Ver-dimër, se fatmirësisht hotelet e Bregdetit, sidomos ato të mëdhaja që janë resorte me spa, nuk mbyllen më gjatë vitit, por përpiqen të krijojnë paketa dhe aktivitete të tilla, për shembull, në një prej resorteve shumë të mëdha të Bregdetit që nuk po e përmend për efekte reklamash,
është zhvilluar kampionati botëror i shahut për 2 javë rresht. Kampionati i bilardos, kampionati nuk e di se çfarë ishte një sport tjetër tani së fundmi, bëhet kolonia e piktorëve, do me thënë zhvillohen aktivitetet mirëfillte artistike brenda mjediseve të resorteve, që i bëjnë këto resorte njësoj të vlefshme si që janë për shembull ku diun në Turqi, në Sharm el Sheikh, ku zhvillohet samiti X i kaq shteteve dhe ata i bëjnë aktivitetet dhe konferencat e tyre brenda këtyre resorteve të mëdha. Do me thënë, jemi në këtë stad në Shqipëri, edhe pse në fillime, ku të gjitha subjektet private luftojnë vetë për t'i dhënë aktivitete gjithvjetore vetes, ndërkohë që për fat keq duhet thënë, nuk e kemi ende shtetin ose ministrit përkatëse ose bashkit përkatëse kaq të shkafta. Nuk po them që nuk janë bashkëpunuese, nuk dua që të jem abuzive me këtë gjë, por nuk i kemi kaq të shkafta sa sektori privat që të jenë aty, të kenë shtyllën e tyre. Ky aktivitet bëhet me 2 shtylla, sektori privat, sektori publik. Po nuk janë 2 shtylla këtu te veranda, ajo rrezikon të përmbyset ose nuk do jetë e plot, po themi panorama e një aktiviteti të caktuar. Por nëse le të themi po vetë zhvillohet, po ndiqet vetë trendi nga privati për këto zonat e tjera jashtë Shqipërisë. Tani në turizmin urban, sepse e dim që shumica do të qëndrojë vetëm në Tiranë, mund të bëjë një xhiro deri në Durrës se do kthehet, por kryesisht ai është destinacioni kryesor. Nëse do të bënim një krahasim, sepse turistët preferojnë të bëjnë krahasime kur zgjedhin a do të rikthehen sërish apo jo. Është pjesa urbane e qytetit, stilistike, pjesa e shoppingut që tani veçanërisht të rinjtë zgjedhin, jeta e natës, që besoj Tirana i ka le të themi deri diku shumë të konkurrueshme me vendet e tjera. Por kur ti shkon në pjesë qytete të tjera, viziton edhe muzet. Këtu tek ne shohim përpjekje që ti realisht të kënaqesh, t'ia vleja i çmimi i biletës, apo është diçka që po lidhet pak pas dore, pavarësisht që shifrat kanë qenë në rritje eksponenciale? Dalim prap te Kavaja dhe ta mora si shembull, hyrja në muze është falas. Domethënë nuk është bërë ende bileta me lek. Muzeu ka qenë në rikonstruksion, është rikonstruktuar vjet nga Bashkimi Evropian, nga këto programet EU for Culture. Po jo, bileta më e shtrenjtë në Shqipëri aktualisht është Butrinti, që ka vajtur me 10.000 lekë, me sa di unë, dhe nuk është një arsye për të mos e vizituar destinacionin, sepse nëse ti shkon, viziton Apollonin me 4.000 lekë, me 5.000 lekë, që për fëmijët është prap më ulët, do me thonë, jo e gjithë familja shpenzon njësoj. Nëse ti shkon, nëse ti nuk do të shpenzosh para, të dielën e fundit të çdo muaji hyrje në për të gjitha institucionet këto sitet kulturore, parqet arkeologjike, muzet, e ke falas. Pra, të dielën e fundit të çdo muaji, shënojnë nëse doni, mund të bëni edhe një reels për këtë nga ato që hidhni ju, të dielën e fundit të çdo muaji, hyrjet në sitet kulturore shqiptare janë falas. Do të thotë që ti shkon të dielën, viziton Shkodrën, shkon te Marubi, shkon te Muzeu Historik, viziton Kalan, të gjitha këto pa asnjë pagesë, hyn, shikon, merr informacion, kënaqesh, kulturon edhe fëmijët edhe veten, pse jo, domethënë, edhe hyn pa para dhe del i pasur. Jam shumë dakord që ka disa zona si për shembull Apollonia që ja vlen ta vizitosh edhe shumë shpesh, unë personalisht jam rikthyer. Po ka pastaj që nuk ka vlen as paguar çmimin e biletës. Kalaja Kaninës për shembull, nuk e di çfarë mund të shoh. Se nuk ka Ciceron. Tani paguam 5.000 lekë thjesht për të parë pirg me gur. Nuk di që të jetë hyrja 5.000 lekë në Kalan e Kaninës. Madje unë nuk di fare që të ketë pagesë Kalaja e Kaninës. Ne kur kemi qenë, për shembull, s'kemi paguar bile, s'ka pas asnjëri aty. Në Finiq mund të jetë 2.000 lekë vjetra, që ke se çfarë shef, domethënë, në Finiq është Po në Tiranë tani këto muze tonë. Se galeria më duket është akoma. Meqense po flasim për Tiranën. Kemi 3 muze në Tiranë që nuk i viziton njëri dhe nuk e di njëri që ekzistojnë, që është Muzeu Arkeologjik Didaktik, që është nën varësinë e Akademisë së Shkencave, për cilën unë kam bërë episod In the Flow Kastile, Muzeu i Shkencave të Natyrës Sabiha Kasimati, që për fat keq ndodhet diku ande nga tregu elektrik dhe prandaj nuk e di njëri, domethënë, se kështu është kur e heqin nga rruga e Kavajës se do bëjmë pallat, edhe e çojnë aty ke tregu elektrik. Është një pasuri e jashtëzakonshme e rrallë e florës dhe faunës shqiptare. Edhe për këtë unë kam bërë episod Kastile, futur në YouTube po sportove, shikoje. Dhe Muzeu i Forcave të Armatosura që ndodhet në Bërzhit, që është gjithashtu një pasuri 110.000 lloje armësh, 110.000 metra katrore dhe 1.100 lloje armësh, që është një prej
ekzemplarëve mund të jetë një prej muzeve më të pasur në Ballkan, sepse duke qenë se kemi pasur një ushtri të konsoliduar në vitet e komunizmit, do me thënë ka se që të shohësh dhe ka se që të mësosh, bile kishte ca armë të ralla, me sa di unë, kur shkuam e vizituam, edhe ishte pasuruar koleksioni tani, dje lexova një informacion që nuk e fiksova shumë mirë me thënë drejtën, por që ishte pasuruar me koleksionet të reja. Pra, mjaftojnë këto 3 muze, se me që na është mbyllur muzeu kombëtar, nuk është vetëm Bunkarti dhe muzeu me gjethe në Shqipëri, pra janë edhe muze të tjerë shumë më të mëdhenj dhe shumë më të pasur që i kemi fare në qendër. Pra, të shkosh te sheshi Nën Tereza dhe mos shikosh muzeun arkeologjik që ka artefakte 2000-3000 vjeçare, edhe më të vjetra. Të mos vizitosh muzeun e shkencave të natyrës që ka gjithashtu mbi 5000 lloje të florës dhe faunës që janë të rralla në Ballkan. Prapë është një humbje shumë e madhe për atë që do t'i vizitojë muze. Për çdo muze në botë ka dhe një imazh të tij, që do thotë i Louvre në shef për Mona Lisën, vendet të tjera janë bërë le të themi. Po, Muzeu i Shkencave të Natyrës ka një kashalot, ka një balenë, domethënë që asnjëri nuk e beson që është balenë, që ka ardhur, ka ngecur diku në Shqipëri, sipas historisë që ne mësuam kur bëm episodin e muzeut. Ka rrëqebullin e Ballkanit që është gjithashtu një specie shumë e rrallë, kemi 4 apo 5 ekzemplar të tillë akoma në Shqipëri. Zonën e Malit Mënellës. Dhe ka disa lloje speciesh të tjera që janë vërtet shumë të rralla, për cilat ja vlen të shkosh sikur edhe vetëm për këto të dyja ose të treja, që ti shohësh. Ashtu sikundër edhe në muzeun arkeologjik ka disa specie të rralla, të cilat janë unike dhe origjinale. Pra janë artefakte origjinale. Më duket se është kjo sëpata e gurit, nuk e di si quhet, se i bie që ti mbash mend të gjitha përmendësh, që është një zbulim që në kohën e paleolitit ose të neolitit, më duket, që do të thotë është një zbulim i rrallë, i cili do t'i bënte nder edhe Muzeu të Londrës po të ishte atje, po ja që është në muzeun tonë arkeologjik, edhe ju mund të shkoni ta vizitoni në shpjegimin e drejtorit që është një muzeolog i arsimuar në Britaninë e Madhe, që ka një informacion të jashtëzakonshëm për të gjitha, le të themi, për të gjithë potencialin e madh që ka muzeu brenda, dhe që unë mendoj që çdo kush që është i apasionuar pas muzeologjisë, do merrte informacione aq të vlefshme aty sa që do ta qortonte veten që s'kishte shkuar t'i vizitonte deri më sot. Domethënë, pra po të gërmosh gjen. A do duhet t'ja japim ne llokum te goja të gjithëve? Po duhet një çik. Më shumë se sa ç'po bëjmë, nuk di se çfarë mund bëjmë tjetër, domethënë, kur nuk i dim ne. Ne me revistën për shembull bëjmë aq shumë promovim. Po ndoshta do ta shpërndajmë falas në aeroport atë revistën që t'informohen edhe. Po pse jo, domethënë ne revistën e kemi në aeroport, nuk është se nuk e kemi. Jo, ta shpërndajmë në mënyrë masive, le të paguajmë që ose ndoshta promovimin mos ta bëjmë jashtë me turistë të rinj, po ta bëjmë për këta njerëz që na vizitojnë, që t'ja nuk e ka në vëmendje këtë gjë, sepse mendon që reklamon mjaftueshëm vetë me promovimin e saj dhe me Agjencinë Kombëtare të Turizmit, dhe nuk e quan të arsyeshme që të bëj këtë joint venture-in publik-privat që të konsolidohet edhe më shumë dhe informacionet. Ka qenë fjalë me zarar, prandaj shumë vite edhe. Megjithatë shpresojmë që për shembull Gonxha mund të jetë ndoshta më dashamirës ose me qasje më të madhe të drejtuar vetëm tek turizmi dhe kultura. Sepse janë të dyja kulturë dhe turizëm bashkë, ndoshta mund të jetë, le të themi, edhe përhapja mund të jetë më. Ndërkohë, në pak minuta në dispozicion, më bëri shumë përshtypje gjatë javës kaluar edhe një samit i turizmit mjekësor shqiptar, e patëm edhe temë kur folëm për turizmin herën e fundit në Top Talk, me të tjerë të ftuar, por që duket sikur është një trend masiv që po lind. Disa biznese janë të konsoliduara. Megjithatë, numrat nuk janë akoma, nëse do ta krahasonim me raport turistësh, pavarësisht se shohim nga ata që bëjnë transplantin e flokëve, dhëmbët, hundën, dalin pak shumë me fasho dhe leukoplaste në rrugët e kryeqytetit, por nuk është akoma aq masiv. Ka një shans Shqipëria mendon që vërtet ta kthejnë një mundësi të artë? Okej, unë po të them vetëm se ti ke shumë qejf shifrat. Kjo industri në botë gjeneron aktualisht $22 miliard. Dhe në 2030 do shkojë deri në $100 miliard. Pra, kjo industri, euro apo dollar, më duket se euro, gjeneron kaq shumë para dhe është një industri në rritje. Nga ana njerëzore, unë do thosha fatkeqësisht. Domethënë, unë jam partizane e
do me thënë, e jo ndërhyrjeve estetike, mirë po, ky është një realitet kokëfor, të cilin ne herët avon duhet ta pranojmë dhe e kemi pranuar tashmë. Industria e estetikës, po jo vetëm estetikës. Pra ndaj dhe samiti u quajt samiti i turizmit mjekësor, sepse kemi të bëjmë edhe me spitale, kemi të bëjmë pra ky lloj turisti nuk quhet turist, po quhet gjithmonë pacient, për shkak se vjen për një shërbim që ka të bëjë me shëndetin. Edhe ndërhyrjet estetike janë një ndërhyrje në shëndet, sepse jo gjithmonë janë ndërhyrje sipërfaqësore, pra nuk ndërhyjet në lëkurë, por ndërhyjet edhe në trajtime të ndryshme që janë, ku diun, vitamina, suplemente, ushqime, do me thënë është vërtet një mekanizëm i tërë i ndërlikuar, i cili është i përhapur në kaq shumë deg, sa që ky rrjet i vërtet biznesi ose shërbimesh, e kemi, po shikoj atë hartën tuaj atje që ka kaq shumë fije, dhe është një pasqyrë pak a shumë e tillë që po i gjeneron aktualisht, do me thonë investimet në Shqipëri janë marramëndse. Në një prej paneleve të diskutimit në këtë summit, sepse njërin prej tyre e drejtova vetë dhe vërtet kishte shifra mbreslënse, ishte një profesoresh italiane që po vinte të prezantonte një shërbim të ri sipas saj, i cili kishte 4 vjet që ofrohej në Shqipëri. Siç e tha dhe Dorina, pra drejtuesja e biznesit në fjalë, që do të thotë Shqipëria, kur vjen puna për të përqafuar terrenin dhe teknologjinë, ka ecur me hapa galopant në të gjitha drejtimet. Dhe në këtë drejtim duhet thënë që është një gjë pozitive, sepse këto të ardhura i kalojnë ekonomisë shqiptare dhe nuk janë të ardhura të vogla. Megjithatë, duke qenë se çmimet në raport me Europën janë ende konkurruese në Shqipëri dhe teknologjia që i shoqëron këto shërbime është teknologji e fundit, do të thotë që të huajt e quajnë të arsyeshme dhe unë mendoj që brenda një 5 vjeçari do jemi duke folur për një sektor i cili nëse nuk do ta tejkaloj, do ta konkurrojë ndjeshëm turizmin masiv, pra turizmin e Bregdetit. Do kemi 2 pole, që do jetë turizmi masiv bregdetar, turizmi shëndetësor ose turizmi mjekësor, i cili do jetë i ndarë pastaj në turizmin estetik, dentar, mjekësor, shëndetësor, edhe turizmi i ligjave synon të rritet, sepse edhe ky është një turizëm i ujrave termale që ne kemi po themi promovimi jashtë ka qenë thuajse zero për Shqipëri. Është fare i papërfillshëm. Ti ke Kosovën që të vjen këtu për 25.000 deri 40.000 lekë vjetra çifti me 3 vaktet përfshira, siç kanë qenë ofertat e Velipojës dikur. Do të thonë, shiko, jemi duke folur për një sektor që është një minier e pafundme dhe sa më shumë të gërmosh, aq më shumë minerale nxjerr. Kështu që nuk pretendohet që me një bisedë t'i themi të gjitha, por pra, samiti i turizmit mjekësor nxori në pas se jemi përpara një realiteti ku ky turizëm po kthehet në një industri të mirëfillt dhe shifrat janë vërtet mbreslëndse. Kështu që unë mendoj që ky do jetë turizmi i të ardhmes në Shqipëri. E shpresojmë, ishim me Flora Xhemani Baba, faleminderit shumë, kryetare e Bashkisë Kavaj. Jo, nuk e konkurrojmë dot biznes. Eksperte për turizmin, kryeredaktore e Travel Magazine Balkans. Ky ishte Top Talk për sot, rishimi sërish ditën e nesërme, tjetër mirëpafshim.